data 27 shtator 2025. Me kom për drejt këtu të lëndritin, në ka thënë lëndritin pej, se në kom numre me 4 shkurt 2025 i viti. Në kam me përshtypjet mirë, i ka thënë disa gjallarë, disa shok, pa ta shku, e tash këtu të lëndritin shpinje ti janë me veteranin e ushtrishtrim të Kosovës, Enverin nga Peja. Edhe Enveri e pas ka një ma mirë që të kom musliman shqyqër, se ka plot luftar që ka liftu, po bismillah nuk di me thonë e unë i fatkesri. E në verë dhe isha me të pyjtë tyje, që ka ke veteran, luft për kur je komen, e ka je komen, shkurt e mes ka pak. Prej 1.50, më thonë u kone premte, të gjimo 98-ës, deri sa jo pa plagos ku një të katër të tëna, jem pashku në Shqipni, jem pa dalë për më shëru, te se jem të mobilizu, i kemë hek uniforme krejt atje në Shqipni, spital. E kështu sa i përket rjedha e këtu ka më kohë para së më plagos, pas pati më kohë në Vëzhan, ka në pashku për armatim në Shqipni, ta na e pa këthy në Smolic, opet prej Vëzhanit, ju këthy në Vëzhan në Smolic, ta na dhe kërëra Smolica jem të rejko për të ndajt e poshte, deri Kalogja, ju parë një atim në pushim shpi, opet ju angazhu në Ljosh, ta na kërëra Ljoshja, opet unë gjithëm për pjetë ka vjesh ka stretë, se të vjesh kjo mbadhi, ta na ramë në Rogov, këtë ndajt një kohë, dhe para se më plagos, kur jenisin për Bajram, një përzon njës, ta na era një banis dvoke këtu me një grupë njësi speciale, që aty u plagos adone, ta na ndajt ato ditë një spital të improvizum të kësaj jabanises vogre aty avlokon studenici 300 vjenë, ta na pëtë të reken ata dëshok juqe se morën në vetë në qumë të imë balotisë, atje të marrin zi, e ko një fshat i kësaj, në i pazar që pizojnë kësaj Rëzhajës, afër Rëzhajës, e tash prej aty në fshatit më kanë bajt të ditë ata, të ranë kanë qitë dhe i stacion të autobusave me kalu kufinin, ku kalu qëtu, t'ju masku këshim sakrati rrugëve, jëmë të anë Shqipni. Ta në Shqipni që aty këmë dajtë në kodja i sa pa që nuk ka shërit njërtushim dhe doja ka da dale për jashta në Belqik, jënë po një 2 vjetë, në bas luftës, dhe i sa u gona ma mirë, u ktheva pet në Kosovë, edhe që jetë të vazhdoj si invalid i luftës. Që ka përstash jo 40% si invalid i luftës, nuk e ma në kru që me thonë garitja speriti se edhe që kjo pogës të nëmë bëlla sa për bukë. E komandant, a keni pasër Ramushin a ka? Në fillim e kom pasër Ramushin, kërë më shku në këtu në Gozhan. Në fillim, të në atje ka reka keqë, në basi që ju më shku për armatim, ju më këthy, të në atje kem pasë në ejma lopë, kështu si përsilsen, po në adhasnje më kom pak si damë, për të me. Ta na prej aty, apet ju ku jam këthyn me këta qykës, ju më konë këtë brigadë 136, ta kanales të Rrugojës, u konë brigadë Rrugojës, që atëre ju plagos si ushtari brigadës 136, ta na qëtu vardëjenë, ta na ndesëm që të më përjastë. Për luftën unë me folë një muja një djetë, po nuk për zotë ma shumë, Zotë i shola i ka shkollë shet, ata që në mrad luft, fët për fët me amikun. E juve gjave, Zotë i u dhosht hajrë, këtë e një në heret. Edhe për ty po mjeri një që edhe të banë që namaz, se me konë luftar e pa namaz, lehtën pak pa në kështë e ka. Qdo pun që bënd me bismillah, në emrin e Zotit, ka unë lehtë ma shumë. E atërë në verë, unë e falendoj lëndriti që një të të bu këto dhe kjo bashkëtarë. Edhe më falën disa gjaminja unë, po edhe në bashku me njërës mirë, e du me të alon që të 2 libra, autorë është djali qëti, Muhammed Guta,
është baba i nënës tem kohës edhe nuk ferizoj, të kom me bëtë gjysh me babën e babës tem. E këtam të më ta dhënë ty. Edhe kjo emblema intelektuale, doja në fjallë kur si ka full dhe fjallë. Thaj ke gjithë shqiptarët jetë mirë, asë një s'ka s'ket. Po këtu i kish pasqyrun disa gjona të vërteta. E këtu ty du më të dhonë, harin e pashë, i letash, edhe i sholla jemi me këtë familje. Me drejtë do të më bërëqet, e falenderim respekt. E sholla është një përpinjës.